Le të shohim fjalën e Perëndisë në Kolosianëve kapitulli 1 vargu 16. Sepse në të u krijuan të gjitha gjërat, ato që janë në qiell dhe ato mbi dhe, gjërat që duken dhe ato që nuk duken, frone, zotërime, principata dhe pushtete. Të gjitha gjërat janë krijuar me anë të tij dhe në lidhje me të. Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat qëndrojnë në të. Duhet të kuptojmë se jo vetëm aspektet e dukshme u krijuan nga Perëndia që ne t'i shohim me sy të lirë, por edhe gjërat e padukshme u krijuan. Njerëzit shpesh mendojnë për krijimin në lidhje me këto aspekte të dallueshme, sepse kanë tendencë të përqendrohen vetëm në atë që mund të shihet dhe verifikohet me sy të lirë, duke neglizhuar botën e padukshme. Si rezultat, ata nuk përgatiten për mbretërinë e qiejve. Përkundrazi, ata investojnë kohën dhe përpjekjet e tyre për një jetë të plotë në këtë tokë. Ata përqendrojnë shumë vëmendjen dhe energjinë e tyre në këto gjëra. Kjo është diçka që mund ta shohim lehtësisht tek njerëzit përreth nesh. Megjithatë, e dukshmja s'mund të ekzistojë pa të padukshmen. Mund të jetë pak e vështirë, por profetët kanë thënë: shpirti është thelbi i jetës, ndërsa mishi është thjesht veshja që veshim. Unë besoj se ju të gjithë e dini mirë këtë. Prandaj, përmes Isaias kapitulli 41, le të dëshmojmë së bashku veprën e shpëtimit, që ndodh si në botën e dukshme ashtu edhe në atë të padukshme dhe se si na ndihmon Perëndia. Duke vepruar kështu, duhet të jemi në gjendje ta gdhendim këtë kuptim në zemrat tona. Le të shohim Isaia kapitulli 41, vargu 8. Por ti, Izrael, shërbëtori im, Jakob që kam zgjedhur, pasardhës i Abrahamit, mikut tim, ty që të mora nga skajet e tokës, që kam thirrur nga cepat më të largëta të saj dhe të kam thënë: ti je shërbëtori im, të kam zgjedhur dhe nuk të kam hedhur poshtë. Mos ki frikë, sepse unë jam me ty, mos e humb, sepse unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe. Çfarë do të bëj ai? Njëkohësisht të ndihmoj. Perëndia që tha, unë gjithmonë do t'ju ndihmoj, nuk e thyen kurrë premtimin e tij. Perëndia krijoi botën e dukshme dhe të padukshme dhe tha, unë gjithmonë do t'ju ndihmoj. Megjithatë, njerëzit shpesh nuk mendojnë nëse e kanë arritur gjendjen e tyre aktuale me ndihmën e tij apo përmes përpjekjeve të tyre. Kjo i shtyn ata të përparsojnë kontributet e tyre mbi mirënjohjen, të harrojnë ndihmën e Perëndisë dhe të jetojnë një jetë të përqendruar te vetja në besim. Ne duhet të kuptojmë se vepra e Ungjillit përfundimisht varet nga duart e Perëndisë. Rrjedha e Ungjillit mund të ndryshojë shumë në varësi të hirit dhe mirësisë së Perëndisë ndaj fëmijëve të tij në botën e padukshme.